9 qershor, ngriuni për vendin tuaj. Një brez i ri i bukur që është ngritur dhe nuk do të ndalë. Arroganca e atij që ka uzurpuar zyrat e pushtetit është skajore. Por fundi dihet, asnjë autokrat, asnjë diktator nuk ka fundin e mirë. Rama, i cili përfaqësonte një brez në vitet 90 që kërkonte të gjente hapësirën e tij, por që shkoi aty ku i kishte rënjet, tek e majta radikale. Dhe Rama nuk është rastësi që u zgjoth edhe pse ka pasur blerje të partisë ndaj Nanos, sepse ishin celulat anti-shqiptare, radikale ultra të majtë, anti-traditës, anti-familjes Sorosit, që e pompuan. Ai kujton se ka një pushtet më të madh se të Hoxhës, Tramizalis, është lidhur me klanet më të këqija, më të urryera, ku janë dhe disa hebrejnë të lidhur me Epstein si Rothschild, për të shitur çdo gjë shqiptare dhe për të kryer çpopullimin e Shqipërisë. Nuk është rastësi që mbasi ai ka ardhur në pushtet janë larguar 1 milion vetë. Nuk ishte në mod deri në 2012, të jemi realist. Dhe ai kërkon që ta zvendësoj popullsinë me pikërisht me mbeturinat arabe, indiane, nga Bangladeshi dhe shqiptarët të rinë si sklever në vend e tyre. Kjo nuk është pranuar nga ajo masë e madhe. Natyrisht që klasa politike, establishmenti politik është kapur në befasi. Nuk e kuptojnë dot se si doli gjithë kjo energji, kush i organizon, kush i drejton, dhe nuk kuptojnë themelorin që janë pikërisht ata, establishmenti politik, që ka organizuar këtë reagim mbar kombëtar. Ato pamje të trishta kur një protestues tërhiqej zvarr nga policit private të Ramës që kanë vjedhur zgjedhjet, ishte kapaku. Zvërneci është një investim mafioz i Ramës. Miliardat e kastratit dhe të tij. Kompani guack pa kuptim dhe falja e Sazanit është tradhti kombëtar. Spak nuk ka pse flet. Sazani ka qenë bazë ushtarake. Për mendimin tim, duhet ishte bërë një bazë ushtarake e NATO-s, por mund të jetë përsëri bazë ushtarake e Shqipërisë, me ato forca modeste që ka. Dhe atë bregdet të bukur mund të vijë në dispozicion forcave të armatosura, me një hotel, 2 hotel, atë që kanë njalë të heqin aty, dhe askush nuk do të thoshte asgjë. Tani Rama bën si trim. Nuk e kupton. Është arrogant, është thyes, ofendues dhe duket që ka rrjedhur. I rrjedhur ka qenë gjithmonë. Por të paktën socialistët duhet dalin sipër vetes. Ai në parlament ka zgjedhur sa ligavec politike, njerëz pa personalitet, kusar, po kanë një përgjegjësi të madhe, sepse tek ajo masë e madhe e rinisë që del në protest, pa diskutim shumë janë nga familjet socialiste. Pa diskutim, siç janë nga demokratët. Por është një brez i ri që nuk do t'ja di. Ndaj duhen respektuar. Kurse janë energjit, largoheni me vot në parlament. Ramën, është përgjegjësi historike. Nuk kam pasur një respekt për Arben Malin, se kemi qenë kundërshtar haptas të 97. Por ky është etaloni socialistit që po thot realisht se ç'duhet ngjas. Natyrisht që në ambasadën amerikane ose legatën, sepse nuk ka ambasador, çdo ditë shkojnë nga kandidaturat e një qeverie teknike me socialistët. Ambasada amerikane nuk ka bërë thirrje këtë radhë që mos dilni të protestoni, siç ka bërë historikisht. Dhe mbasi do vit dita që do të dalin me deklaratë që dilni, mbroni të ardhmen tuaj. Idetë e Ramës janë idioteske. Personi nuk e njeh ekonominë.
Më thoni mua, një pronar restoranti në Shqipëri, një biznesit vogël, a do të pranonte që Rama të ishte menaxher? Atëherë pse të pranoj Shqipëria? Dhe tjetra, duke bler vajzën mendjelet të presidentit Trump, që futin Polak Kushner, ai ka kryer një dëm të madh ndaj aleatit ton strategjik për cilit ne ekzistojmë. Ka ofenduar zyrën e presidentit, duke korruptuar pjesëtar të familjes tij, çka do të jenë një barrë e madhe në zgjedhjet e nëndorit. Dhe i ka dhënë ushqim pafund medias botërore, ndër të tjera për të sulmuar dhe presidentin Trump. Natyrisht që Trump nuk ka njohuri për Shqipërinë edhe për Ballkanin. Fakti që ne shpesh na ngatron me Armeninë, duke thënë që kam ndaluar luftën midis Albania dhe Azerbajxhan, e tregon këtë. Natyrisht që duket që nuk ka një kokë organizimi protesta e madhe. Dhe ka njerëz që kërkojnë t'i ofendojnë, e thonë hamër se janë sa një me qeleshe, edhe në 90-ën, kështu thanë. Janë quar sa student ka të ndarë, thonin, për drita. Po ajo energjie e madhe në 90-ës, unë e shikoj përsëri tani. Ju mund thoni që ishte shumë e vështirë dilje në 90-ën se sa dalësh sot. Them se përsëri është e vështirë. Përsëri është një lloj diktature e re, sepse ndryshe do të ishin mbi 100.000 vetë. Kanë frikë mjekët, kanë frikë mësuesit, kanë frikë dhe ata tiranësit e ndershëm që kanë një dyqan të vogël, që kanë një të punësuar. Por me këtë ecuri, ajo protest do të shkojë në 100.000. Në një peticion online për 24 orë shkon 1.7 milion. Prallat që ke 800.000 vota nuk ti beson kush. Provo të bësh zgjedhje për 2 javë. Diaspora është quar kudo, urrëtiet madhe ndaj teje. Del qartë që Balla i ka vjedhur votat e diasporës. Do të ketë përsëri në New York, more deri në Alaska. Ishin manifestime brillante në Milano, në Berlin, në Vjenë, në Rom, kudo ku ka shqiptarë, sepse janë me miliona vetë që kanë ikur nga platforma e Ramës për të larguar shqiptarët nga Shqipëria. Vetëm 10 shkallë janë nga zyra. Hajde mund provokoj. Natyrisht që forca më e madhe politike është Partia Demokratike, këtë se mohon njeri. Por kjo lëvizje e këtyre të rinjve duket që është jashtë politikës. Duket që janë të zhgënjur me të gjithë, por PD-ja ka një forcë që t'jap edhe goditën në finale. Se ndalon askush të rrethoj Surrelin, të rrethoj parlamentin, ose nga bastionet e veta. Sepse janë 2 grupimet të mëdha që pa njëri tjetrin nuk e largojnë të keqen. Dhe i det për një qeveri teknike, një qeveri tranzitore, ajo që ata thonë Shqipërire, unë kam kohë që përmes fokusit, në mënyrë modeste, kam thënë duhet republike re, kushtetutë re, parlamenti ri, vetin për gjithë politikanët që kanë vjedhur. Dhe kush ka vjedhur duhet të shkojë përpara drejtësisë. Spak do të bëj sekuestro Zvërnecin, hetime për Sazanin, ai parlament që të mos quhet parlamenti turpit duhet ngrihet. Rama po mbytet, po ju merr me vetë. Unë e di që ju s'keni asnjë merit që të jeni deputet, ndaj ai ju ka vendosur. Në radarët e agjencive që luftojnë krimin, familja ti ka kohë që është në dosje masive. Në qoftë se vazhdon me arrogancë, nuk pranon të iki me qytetari ndaj një grupim tejet madhor qytetar, fundi do ta ketë ose si Nano, e Ruçi që hikën të veshur si gra, ose si diktatorë të tjerë. Ai është në koshin e plerave të historisë. Nuk meriton as një ditë më shumë.
çdo ditë ai ka një është brirur nga mendimi. Flet budalliqe, jo se ka folur zgjuarsin parë. Është përballë një brezi të cilët kanë studiuar, kanë informacion, janë shtejet shekuj si për ti, i cili mbas 90-s, përveç urave poshtë Francës, nuk ka investuar asgjë, as në edukimin e tij, as në ngritjen e nivelit që është sot Europa dhe botë. Ai kërkon të investojë në turizëm, e pa provuar që mund të sjellë shpëtimin e Shqipërisë, vetëm 10. Duan investime në teknologji, në bujqësi, që shqiptarët të kthehen. Ajo që po ndodh në Poloni. $20 trilion ka GDP në Poloni, po kthehen nga Amerika. Sepse po paguhen shumë mirë dhe ka një sistem drejtësie të pa korruptuar. Shqiptarët shpresën e kanë tek SPAK. SPAK drejtohet nga amerikanë. Është koha që duhet vendosi. Çfarë ndalon të çojnë mandat arresti për Ballukun, për familjarët e Ramës? Të pezullojnë Ramën. Sepse Rama është nën grada për gjithë shqiptarët. Dhe kjo duket. 1.7 milion për 24 orë peticion. Ata të rinj që dalin na kanë dhënë shembull gjithëve. Janë qytetarë. Kam treguar që media është e blerë, që askush nuk i dëgjon. Pse i keni parë se sa vetët dalin shesh kur bën thirrje media, taçmajtës e djathtas. Rama po mbyllet në bunker, edhe në takimet që bën me njerëzit e unuk të administratës. E turpshme, fotografojni, filmojni, demaskojni. Mos u tremni nga ata që marrin mikrofonin. Ka të futur as nuk diskutohet. Unë nuk mund ta kuptoj kur që dikur që ka ngritur të tërgishtat në Vlorë të ketë guxim të flasit përpara se rinie të bukur. Hesht, shko me prezencën tënde, shto numrat. Shto numrat. Thjesht, ne nuk kemi vdekur. Ne nuk ikim. Ky është lejtmotivi tyre. Dhe ideja që është përhapur kudo, dhe po dëgjoni përfaqësues të diasporës të gjithë thonë, nuk ka të lumtur në emigrim. Kanë ikur nga vendi i tyre. Dhe është një rini, një brez që kërkon të mos shitet vendi am. Dhe prallat e investimeve që ti gjen sa hajdut e kusar, qoftë dhe vajzat ralala e Trumpit që nuk ka lek faktikisht. Sirian janë me miliarda dollar nëpër bankat e botës nga emigrantët shqiptarë. Në qoftë se krijohet një fond investimi me aksione, nuk ka nevojë të lypësh. Por ti e bën për të blerë qëndrimin tënd pushtet. Një zagar i Sorosit, një ndërsyres e Sorosit, me dosjen Sinaloa, me Ganin. Ku media e djathtë amerikane thotë si Noriega, shkon e blen vajzën e mbretit. Ore tjetë vajza e Jul Cezarit. Nuk të shpëton asgjë. Madje, inati i atyre që janë rreth Trumpit, ose ati që quhet Deep State, do të zhduken si një leck, siç e meriton. Por unë kam shpresë që e ai socialist i ndershëm e do Shqipëri. Unë kam miq që nga shkolla, që nga gjimnazet. Nuk jemi arë miq, secili ka bindjet e veta, por Shqipërinë e duam gjithë njësoj. Dhe ajo që mua më bën të lumtur është që të gjithë e urrejnë Ramën. Ramën e urren Shqipu. Ramën e urrejnë ata që janë te gjykata e lartë. Ramën e urrejnë ata që janë te gjykata kushtetuese. Me fakte tek banka, tek policia. Edhe familjarët e tij. E shikojnë si një qiban. Duhet zhdukur. Ose si nano veshur si grua, ose fundet e diktatorëve. Mbase si Mubaraku, nuk ja uroj si Gaddafi, as si Ceausescu, edhe pse i meriton të gjitha. Kudo në Shqipëri.